Know the films in one radio show. Hera herës e shoh edhe tek vetja ime dhe tek miqtë e mi dhe kushdo që më rrethon që kemi tendencën të shohim seriale ose filma që sapo kanë dalë. Pra ndjekim gjatë gjithë kohës ka dalë ky film i ri, ka dalë ky serial i ri. Ndonjëherë nuk është zgjedhja gjithmonë më e dur sepse ka shumë gjëra që janë prodhuar vite më përpara që ja vlen të ndiqen 100%. Një prej tyre, të paktën në rastin tim, unë për Black Mirror mund të kem folur në këtë emision me qindra herë, ama kam folur specifikisht për disa episode që mua më kanë pëlqyer. Jam rikthyer tashmë dhe po ndjek edhe të vjetra që ndoshta nuk i kam parë, nuk i mbaj mend ose i kam kaluar shkarazi, se atëherë nga që kishte aq shumë Black Mirror-i, për zgjidhje në varësi të a më pëlqen përshkrimi, a më pëlqen titulli dhe disa sikur i lihe pending. Për të gjithë ju që nuk e keni parë Black Mirror, mendoj se është seriali më i mirë për të parë i të gjitha kohërave, zgjedhja më e dur që dikush mund të bëjë në jetën e tij. Dhe një gjë interesante është se serialet, episodet nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, domosdoshmërisht, pavarësisht se janë brenda një universi, nëse mund ta quajmë kështu, por ti mund të shikosh një episod ta zgjedhësh, ta shikosh edhe mund të kthehesh te një tjetër, nuk të ka humbur asgjë më pas. Pra nuk keni fare nevojë që të jeni intact thonë amerikanët, pra të jeni në një lindje ta shikoni njërin pas tjetrës, vini gishtin kujt të doni përveç të parit, se gjithmonë ai episodi i parë i sezonit të parë ka larguar njerëzit nga Black Mirror, vetëm atë mos e shikoni, vazhdoni me një tjetër edhe do ngecni, jam e sigurt. Po shikoja përgjatë kësaj jave The Entire History of You, një prej episodeve të Black Mirror. Jashtëzakonisht shumë i bukur. Black Mirror është një serial i cili ka shumë elemente të zhvillimit teknologjik, pra flet për një jo utopi, po për një të ardhme shumë të afërt tonën. Në këtë serial specifik ti ke akses të rikthesh me anë të një butoni gjithçka që ti pe pak më përpara ose vite më përpara. Pra gjithçka që ti ke parë në jetën tënde, çdo tavolin ku ke qenë, çdo ditë e jotja është e regjistruar. Dhe ndjek historinë e një çifti, bashkëshorti shkon tek një fest ku e shoqja e tij ishte gjithashtu dhe shikon që gruaja e tij ka një mimik disi të çuditshme me një prej meshkujve që ndodheshin në të njëjtën fest. Fiksohet në këtë detaj kaq të vogël idiotesk dhe e rikthen duke kontrolluar mimikën e saj. Dhe arrin ta aludoj dhe të zbuloj që ka diçka midis gruas së tij dhe këtij individit. E rikthen historinë pas, obsesionohet me faktin se këta të dy kanë diçka, pra i kthehet çdo fjalie që këta të dy flisin me njëri tjetrin dhe pa që kishte gropza dhe vrima kudo. Derisa në një akt xhelozie të çmendur shkon te ky burri me cilin pandete se gruaja vet kishte një marrëdhënie me dhe i thot do fshish çdo kujtim që ke me gruan time sepse unë nuk e pranoj dot faktin që ti mund të kesh kaluar dhe momente intime me gruan time sepse zbulon që këta kanë patur një lidhje më përpara. Dhe dua ti fshish dhe teksa ai i fshin në një nga kujtimet burri shikon pikturën që këta kanë në shtëpinë e tyre, gjë që e bën të zbuloj që ka patur marrëdhënie edhe gjatë kohës që këta të dy kanë qenë bashkë. Problemi i gjithë serialit se po ja u zbuloj se Black Mirror ka diçka, nuk ja vlen të shikohet vetëm për ato plot twistet, për ato momentet e kurbës së ngjarjeve, po ja vlen të shikohet për realizimin. Dhe gjithë atë ideologjinë që sa herë ta shikoni Black Mirror do thoni çfarë po pinin dhe ku kanë shkuar me mend këta njerëz që kanë bërë këto seri të limituara, dhe zbulon se koha me anë të datës së kujtimit, ai zbulon se koha kur gruaja e tij ka qenë me këtë burrin tjetër përkon me kohën kur është ngjizur dhe fëmia i tyre, gjë që e bën të dyshoj edhe për fëmijën, krijon një pikë pyetje shumë të madhe se kush është babai i fëmijës. Wow. Dhe jo, të bën çfarë më pëlqen te Black Mirror është që të bën të pyesësh veten, pra është një sens, le të themi besnikëria në çift. Në momentin që do ekzistonte ky butoni, nuk do kishte më pikë pyetje ku ishe, çfarë po bëje, pse s'më ktheve përgjigje. Do ishte thjesht, okay, hapi pa kujtimet e tua dhe i hapi. VOD, no? Tak e çon vet.
Wow, është me të vërtet mbreslënse, thjesht ideja dhe ku kanë shkuar këta që kanë shkruar skenarin, por edhe vetë regjia. Në fakt më ke treguar disa, mbaj mend edhe një me një dhomë të bardhë. Ajo është e mrekullueshme, mos fol për ata. Ajo është qendron veçmas. Ka shumë gjëra të cilat janë me të vërtet wow. Do të them edhe një të shkurtër fare dhe vazhdojmë me sugjerimin tënd. Quhet Men Against Fire, janë disa ushtarë të cilët po shkojnë dhe po luftojnë dhe po vrasin njerëz pafajshëm për shkak se ju është thënë, nuk e di, nuk e mbaj mend shumë mirë arsyen pse, por këta e dinë që këta njerëzit nuk e meritojnë këtë tokën dhe si ushtar janë dërguar t'i vrasin. Gjë që e zbulojnë shumë vonë në episod, sepse në fillim të episodit këtyre ju është thënë që ju do vrisni disa zombi dhe gjatë gjithë fillimit të filmit ata janë duke vrarë zombi sepse i thonë zombit kanë zaptuar vendin. Kjo është për shkak se ju është vendosur një çip në kokë që i bën që njerëzit normal këta t'i shohin si zombi. Ata në të vërtetë janë njerëz të thjeshtë, por është luftë vendesh, ndaj për ta bërë më të lehtë ndjesinë e të vrarurit fëmijë, gra e të tjerë, i kanë manipuluar. Po, më kujtove Fallout dhe me atë çipin e vogël që i vendosin në qafë për të bërë këtë ndryshimin. Ndërsa shkurtimisht unë, siç të thash, nisa të shikoj A Night of the Seven Kingdoms, shkurtimisht bot Game of Thrones. Kush e ka qejf këtë serial nuk shgënjehet vetëm nga pamja e parë që të hapet diku para qindra mijëra vitesh ku njerëzit ende nuk ishin modernizuar as pak. Unë vdes për atë lloj bote, sepse më pëlqen shumë të kthehem tek e shkuar, më duket shumë më e thjeshtë, shumë më njerëzore. Ndryshe nga House of the Dragon edhe Game of Thrones ku ka shumë dragonj, ku ka gjëra edhe të mbinatyrshme, këtu i kanë lënë vend njerëzores, të njerëzishmes. Pra nuk ka më gjëra, po themi, që janë jashtëtoksore, por flet vetëm për marrëdhëniet mes njerëzve, lidhjet që ata krijojnë, lufta e vogël që bëjnë për të kaluar, po themi, atë stadin ku janë, nga një fshatar i thjesht, një kalorës për të bërë pas edhe një udhëheqës. E gjitha kjo vjen përmjet një rrugtimi ku personazhi kryesor është Sir Duncan the Tall, është shumë i gjatë, një djalosh shumë i bëshëm dhe prandaj ai vendos edhe si për ironi vetes. Ai e kishte emrin Dunk, po Sir Dunk ishte një gjë shumë e lehtë, shumë, po themi, e rëndomt. Dhe e shndron në Sir Duncan the Tall. Dhe i gjithë filmi, të paktën për aq sa kam parë unë, ai niset nga shtëpia e tij, ku pasi ndron jetë një udhëheqës ku ky i shërbente se ashtu funksiononte, ky niset për të marrë pjesë në një turne, po themi, ku shumë njerëz bënin ndeshje me njëri tjetrin. Dhe kush fitonte automatikisht merrte titullin kalorës. Gjatë rrugtimit të tij takohet edhe me një djalë të vogël, me të cilin krijoi një lidhje shumë të madhe dhe ky djalë i vogël bëhet shërbëtori i tij, Squire. Dhe rrugtimi vijon, po është shumë i bukur, është tamam sigur të tregon dikush një prall dhe ti e shikon gjatë gjithë kohës. Okej, këto ishin sugjerimet tona, shumë interesante, sidomos edhe këto episodet e Black Mirror të bëjnë shumë për vete, vetëm se nuk gjej dot guximin për të futur e për t'i pasur. Së bashku do të dëgjojemi javën tjetër me premiera të reja në Cineplex dhe me sugjerime nga unë dhe Edi. Nëse dëshironi këtë javë të vizitoni Cineplex dhe të shikoni një film në ekranin e madh, ka një larmishmëri për zgjedhjesh, ama Shelter është premiera që sapo ka mbërritur. Nëse doni të kaloni një fundjavë të bukur me aksion, romans, komedi, keni tek Shelter të gjitha. Bashkë do të jemi sërish prag fundjavën e ardhshme me të tjera sugjerime, me të tjera filma e kolona të bukura sanore. Deri atëherë, kalofshi bukur e miru dëgjofshi.